Po çfarë tregon vendimi i gjykatës kushtetuese në këtë rast, sepse marrja e vendimi 4-4 tregon që këtyre gjyqtarëve nuk u amban përballë Edi Ramës, apo kërkojnë që të kënaqin gjitha palët politike, qoftë opozitën që thot tani ra Balluku fituam dhe ne kauzën tonë, dhe qoftë dhe Edi Ramën në ana tjetër që thot nuk është një vendim kundër meje dhe nuk më prek dhe mua nëse bie Balluku. Dakord me ty jam unë. Në këtë situatë, dakord me ty jam, nuk e ndryshoj mohabetin. Por shiko, kemi një gjë tjetër që s'kemi kuptuar. Gjykata kushtetuese është gjykata që nuk marr vendimarrje, apo është gjykata e cila bën deklarim? Pra, duhet të kuptojmë diçka. Gjykata kushtetuese pati një kërkesë ku thuhet: "Të lutem, e bëjmë në mënyrë me respekt, e kupton? Më jep të lutem të kuptojmë ky vendim i gjykatës së posaçme." Po, është antikushtetues apo jo? Jo, nuk është loja. Jo. Ky vendim i gjykatës është në kompetencën e gjykatës apo jo? Pra, unë po të kërkoj ty si gjykat të më bësh deklarimin e kompetencës. Nuk po të kërkoj të më pranosh ndonjë kërkesë apo jo. Sepse ti s'ke se si të më pranosh mua një kërkesë, kur unë nuk jam palë tek vendimi gjyqësor. Unë i nënshtrohem vendimi gjyqësor. Edhe njerë, Zoti Rama nuk ishte palë në proces. Kryeministri dhe Këshilli i Ministrave nuk ishte palë në proces. Një subjekt politik, pra deputete, dhe në të njëjtën kohë ministre dhe zëvendës kryeministre, ishte palë në proces. Dhe Rama merr informacion nga palë në proces dhe i thënë: "Shiko, një prokuror ndërhyr në çështje të brendshme." Pra, gjykata kushtetuese duhet të kishte bërë deklarimin e kompetencës. Nuk i kërkoi dikush më shpall vendimet të antikushtetuese. Njëra është gjë tjetër, tjetra është gjë tjetër. Këta asat reformatorët shkuan dhe rrëzuan si kur Rama ishte palë në proces. Pastaj, mos harroni edhe një fakt tjetër. Ne dim objektin e kërkesës apo ankesës, si doni ju quheni, por ne nuk dim përmbajtjen. Pse gjykata kushtetuese u mor me imunitetin, ku ndërkohë duhet të ishte marrë me nenin 7 të kushtetutës që ka të bëjë me ndarjen në ballancimin e pushteteve. Kush i tha asajt të merret me nenin 103 dhe nenin 73 të kushtetutës dhe mos të merret me pikrisht me nenin 7? Pra, e kuptoni në cilën situatë ndodhet reforma ku vetë Rama ka thënë që ne votuam këtë reformë se duhet të votohet dhe duhet ta presim. Kupton, pra, në këtë situatë Rama sot shikon atë që ka mbjellur edhe po e korr. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Nuk ka, ju lutem, asnjë mundësi të mos bijem dakord, se nga të gjitha anët, po ta marrim rastin Balluku, Rama është viktim. Rama si viktim do thotë: "Shiko, ne votuam reformën në drejtësi, po kjo nuk është reformë. Pse kur të vjen flaka te obori jot, zgjohesh? Po, ky është fakt konkret. Ne shqiptarëve, po nuk na erdhi te dera e shtëpisë dhe duke parë, duke fut dorën te xhepi edhe shikojmë që xhepi shkon drejt kongës të fund fare, kupton që s'kemi lek, rrof partia, themi ne, para se të ta bëjmë këtë veprim. Sa po e bëjmë veprimin, thëmë: "Kush është ai që cenon rënd interesin tim për paran?" Ndërkohë, qytetarët nuk e shikojnë.
që nga kjo reformë në drejtësi, që është reforma e padrejtësisë, qytetarët shqiptar presin 100 vjet derisa të dalë drejtësia e vërtet. Edhe ju më thoni mua për vendimin e gjykatës kushtetuese. Kur vetë gjykata kushtetuese nuk ja mbaj të bëj një deklarim të qartë mbi kompetencën, nuk i kërkoj asnjëherë si ka kërkuar gjykatës kushtetuese të na shfuqizoj diçka, po të shpall kompetencën, të thotë ky ka të drejtë, ky nuk ka të drejtë, ky ka të drejtë, ky nuk ka të drejtë. Dhe jo të japi Ramës mundësi që Rama tani t'i thot dhe opozitës hajde tani në marrëveshje. Pse do t'i thot opozitës, pra Partisë Demokratike? Sepse në fund fare do numrat ai, do shifrat në parlament. 94 nuk e kishte mundësi, po mendimin e Dumanit tani që është prokuror i thjesht, mund të marrë 94. Po. Se di po këtë tjetrin që ka shku me në i manastir i të ndërkombëtar edhe me në i raport, në i recetë dhe thot që ky do të çoj tani Zotin do ta pezulloj, e kupton pse the manastirin, ose tani unë dyshoj që kryeministin tani nuk e pezullon, ndërsa s'paku mund të pezulloj dhe Zotin. Tani në këtë rast, po, në këtë rast çfarë ndodh konkretisht me Belinda Ballukun pas vendimit gjykatës kushtetuese dhe sa do mundet SPAK-u që të arri të çojë para drejtësisë dhe nga ana tjetër a do e hap rrugën? A do e hap rrugën Kuvendi për të hequr imunitetin dhe më pas SPAK-u të veproj? Unë nuk dua. Pse? Se dua që Rama të bie në kontradikt në mënyrë të vazhdueshme me ato mashtrime që na ka thënë me vite. Unë e votova reformën Partia Socialiste, nuk bëhet avokati asnjërit, kush do të bëj kështu, do garime. Tani ne kemi pa Ramën dhe avokatin ka bërë, edhe sekserin ka bërë, edhe dashnorin e reformës ka bërë. Pra, unë t'ju them të vërtetën, dua që Rama në fund fare të bëj atë praktikën e fundit, që brenda 3 muajve nuk të marr fare në konsiderat dhe humbet fare fuqi kërkesa jote. Unë po t'isha Rama, apo po të merrte mendim Rama te mua, unë do t'i thoja merr kërkesën dhe çoja te ku di vet, sepse unë pres gjykatën e lartë. Po, pse? Sepse gjykata e lartë është gjykata e ligjit, mërzotri. Po jo, gjykata kushtetuese. Po mirë, ne besojmë te gjykatat, po. Gjykata kushtetuese u shpreh kështu, unë po pres edhe gjykatën e lartë. Gjykata e lartë, gjykata e ligjit do shprehet mbi kodin e procedurës penale në raport që subjekti është pezulluar. Pra, subjekti zëvendës kryeministër, ministër. Është shumë e qartë kjo. Në këtë rast, po. Drama kështu, bëhet deri në fund, se i çon deri në fund ti pse? Se në fund fare tani ndryshojmë rolin, pozicion, se jam këshilltar, kupton? Dhe them Gylseni pastaj te Bardhi dhe thot, o Bardhi, ma men që tham që Rama nuk po bën mirë kur thot avokat nuk i bëj askujt edhe në fund fare do bëj avokatin? E ma men njerëzish kur thoshim Belinda do përfundoj si Erioni dhe po pak më ndryshe me procedurë? Po, jemi në këtë fakt. Kur këta nuk na kanë dëgjuar ne, tani ti mos prit që Rama do na dëgjojnë ne tani dhe thot të shqyqyr që folën këta. Jo, ne themi te opinioni publik që na ka vlerësuar dhe na vlerëson. Ju falenderojmë jashtë mase dhe ne vazhdojmë në të njëjtën linjë. Ju të keni informacionin e saktë që Rama do përdori të gjitha hallkat që të shpotoj veten e tij nga pezullimi. Pse? Jo se dinte Rama, por se nga prishja e pazareve me njëri tjetrin aty rreth e qark, dolën dhe folën. Sepse më fal, nga ta di dhe unë e Bardhi dhe ju me radh ç'a bëjnë ata në ministri sot për shembull. Nga e dim, se dim. Duhet flasi dikush nga brenda. Çuna, diçka nuk ndodh mirë aty brenda. Themin, po çfarë është na jep edhe marr informacionin. Pra, duhet kuptojmë që Edi Rama duhet ta çojë deri në fund. Dhe unë besoj që Rama do ta çojë deri në fund, që të kemi dhe ne të them në gjë, se po të çojë deri në fund çfarë do mbaroj aty situata, çka e shkreta në manastirin e Pogradecit tani. Po çfarë në manastirin e Pogradecit më? Po çojmë më tek manastiri ndërkombëtar më. Në këtë rast sa i përket Edi Ramës, si është e mundur
që njëherë bën rolin e prokurorit në rastin e Arben Ahmetajt dhe tani bën rolin e avokatit në rastin e Belinda Ballukut. Është i kapur nga Belinda Balluku, ka frikë prej saj, apo e pret i njëjti fat si vetë atë që ndoshta mund të pezullohet? Për shkak se lista e të pandeurve të Partisë Socialiste është e gjatë, unë do të them disa emra dhe do të rradhis ato çfarë unë kam thënë tek ty. Duhet të kesh parasysh diçka. Kur kemi bërë intervistë për grupet kriminale, kur kemi bërë intervistë për punojës policie me grada që janë arrestuar, unë do kam thënë vazhdimisht prezumimin e pafajësisë dhe nuk besoj në statistika. Një pjesë e mirë e tyre kanë dalë të vërteta që është statistik dhe është cenuar prezumimi i pafajësisë ndaj tyre. Nuk po merrem me grupet kriminale se ti e di që unë s'merrem me grupet kriminale se s'kam ndaj gjë që të mbashkoj të merrem me grupet kriminale. Por merrem me politikën për shkak se politika dihet çfarë bëhet sepse është një figura të njohura. Që të merresh me grupe kriminale, duhet për shembull që të kesh lidhje me ata në kuptimin e emrat e tyre, ta dish si puna e skuadrës së futbollit që njëri me tjetrin dhe pazarët si i bëjnë. Unë me grupet kriminale nuk kam lidhje. Pra do të thotë nuk njoh emrat e tyre, thjesht po dolën 2-3 veta që janë emra të famshme. Tani, kujdes një gjë tjetër. Kur ndodhi rasti i zotit Veliajt, doli me vonesë. Kur doli rasti i zotit Berisha, unë mbajta qendrim çfarë është spaku. Kur doli rasti i zotit Ahmetajt, unë mbajta qendrim çfarë do të thotë spaku. Kur ndodhi rasti i zotit Beqaj, unë mbajta qendrim që për spakun. Dhe ju e dini shumë mirë që qendrimi im ka qenë koherent për të gjithë. Pra, spaku krijon statistika për të kënaqur afërmendësh ata që besojnë që spaku është i pavarur. U bë rasti i zotit Meta që edhe të njëjtën linjë kisha si të ato të tjerët. U arrestua zoti Veliaj, e njëjta linjë, nuk pata asnjë ajo që themi emocioni tepruar për shkak të urrejtjes popullore. Pra ishte e njëjta linjë. U bëra avokatit të Metës, nuk ka ndryshuar diçka, vazhdoi e njëjta linjë. Pra, unë jam koherent me ato çfarë kam thënë që në fillim e deri më sot. Ndërsa zoti Rama nuk është koherent. Pse? Se ishte i gëzuar kur arrestohej zoti Berisha. Heshti. Ishte i gëzuar kur arrestohej zoti Meta. Heshti. U duk sikur u mërzit për rastin e Beqajt. Po i thane nuk bëjmë avokatin e askujt. Dhe Partia Socialiste nuk bën avokatin e askujt. Dhe rasti i zotit Veliaj nuk bëri avokatin e askujt. Dhe i tha zotit Veliaj dhe madje nga Asambleja e Partisë Socialiste e shkarkoi nga kryetari bashkie.